Human Design, që quhet edhe manuali njerëzor, është një sistem që pretendon të shpjegoj si funksionon energjia, personaliteti dhe mënyra e vendimarrjes së një personi. Realisht ka filluar të përdoret edhe në jetën e përditshme nga ata që pretendojnë se realizojnë këtë formë kontakti me njeriu dhe që realizojnë një lloj qasjeje psikologjike, psikiatrike tek njerëzit që kanë probleme të ndryshme. Nga viti 1987, ky sistem kombinon idenë nga disa fusha të ndryshme si I Ching, astrologji, kabala, chakras dhe quantum fizik. Si funksionon Human Design? E ndjekim në vazhdim një bisedë të veçantë apo manuali njerëzor me një zonjush të nderuar që quhet Alvina Priska. E ndjekim bashkë. Spektatorë, telespektatorë të nderuar, jemi në një moment të bukur, në një bisedë të rrallë, të veçantë, në Tiranën tonë të dashur të Shqipërisë. Më kishim rrugtuar për të takuar këtu një profesioniste të punës së saj që quhet Alvina Priska. Apropo kësaj, dua të them një që njeriu është një natyrë e paqetë dhe kërkuese gjithmonë. Në këto kërkime janë me mira profesione të cilat i vlejnë jetës tonë të përditshme, janë zgjidhja e problemeve tona të përditshme dhe që shpeshherë edhe nuk i njohim sa duhet. Ne kemi fatin e mirë të rrallë që të bisedojmë me Alvinën e nderuar këtu në Tiranë, me një profesioniste të asaj që mund të quhet si Human Design ose hipnoterapi. Alvina, mirë se erdhe në spektaklin tim që quhet Odeon, që transmetohet në Radio Televizionin 21, që është një shesh i fjalës së mirë e këngës së bukur. Përshëndetje, ndjej si fillim t'ju falenderoj dhe ndjej mirënjohje që sot po intervistohem nga ju. Këtë ndjej ta them si hyrje. Manuali njerëzor, që ta bëjmë pak edhe më të thjeshtë mbase për njerëzit, sepse është në anglisht Human Design, pra dizajni human, por më i bukur është manuali njerëzor. Për ne, në Shqip, manuali njerëzor. Çfarë ngërthen? Një manual. Po të flisnim për një manual të tillë njerëzor. Është si një manual kur blejmë një pajisje dhe ka një manual me vete. Pra ti do ta hapësh, ta shikosh se si do ta montosh, se ku do e vesh viden, si do t'ja vendosësh gjërat në vendin e duhur. Dhe kjo është si një lloj manuali që ne kemi marrë me vete, le të themi në këtë botë, në këtë jetë, që ne të shikojmë veten tonë si në një pasqyrë, por duke parë brendësinë tonë, jo pjesën e jashtme, por pjesën e brendshme. Dhe manuali njerëzor tregon pikërisht këtë, subkonsciencën dhe konsciencën, ku kemi ne potencialet tona, ku jemi ne energjetikisht më të qëndrueshëm dhe pak më të luhatshëm. Si mundemi ne të menaxhojmë emocionet. Është një manual që pse e kanë kombinuar ose ka një ngjashmëri të bukur me hipnoterapinë, e cila nëse një person ka vështirësi, ti i fut në lojë hipnoterapinë. Pra e bashkangjit dhe është një manual shtesë dhe hipnoterapia, por ti ke shansin që ti ta lësh hipnoterapinë për jashtë fare dhe merresh vetëm me manualin. Çfarë është konsciencë dhe çfarë është subkonsciencë? Tani, subkonscienca jonë është brendësia dhe kemi, aty vinë edhe bindjet. Le të themi nga psikologjia, hipnoterapia, psikoterapia, e ndaj në shumë forma. Janë bindje që themi i kemi marrë që në fëmijëri. Dikush thot që bindjet i marrim edhe si shpirtra, kemi arë me disa bindje. Bindjet krijohen nga traumat. Bindja mund krijohet edhe nga një moment pozitiv. Por ndodh që bindjen një fëmijë për shembull ose një njeri e krijon edhe vetë. Se shpeshherë njerëzit e çojnë gjysmën e jetës dëm duke fajsuar të tjerët për bindje që kanë marrë. Dhe mua kjo më pëlqen këtu, më pëlqen t'ju them njerëzve ndalo. Ti ke ardhur deri këtu. Okej, i ke marrë ato bindje, tani lëri këto që ishin këtu dhe shikojmë si t'i zgjidhim. Se ka dhe diçka tjetër. Po. Edhe si t'i zgjidhim,
Pikërisht. Tani, dizajni përfaqëson 5 grupe energjie. Dizajni apo manuali human, njerëzor. Po, manuali shumë e bukur. Manuali ka 5 grupe energjie. Njëri është një grup, po them 4 kryesorët, dhe këta quhen generator, projektues, manifestues dhe reflektues. Çfarë ndodh tani? Secila nga këto energji ka një përqindje, le të themi 70% janë generator, 20% janë projektues, 9% janë manifestues dhe vetëm 1% janë reflektues. Tani, ky sistem për të tregon ty në një hartë të cilët ti shikojnë çakrat e trupit që janë të lidhura me organet tona dhe shikojmë ku rrjedh ajo energji. Ku e ke në balans dhe ku e ke në disbalans. Dhe ka disa, prandaj është manual, janë disa sinjale që ti për shembull e kupton nëse generatori, për marrë një shembull, generatori është i prirur të ndjekë vetëm kënaqësinë. Kur ti bën gjëra që të japin kënaqësi, do të thotë që ti jep energjinë tënde. Kur ti po shkon duke të ushtëruar energjia, digjesh, e bën këtë gjë për hatrin e këtij tjetrit, mamit, babit, të mikut, shoqës ngushtë, ti po shtërron energjinë. Dhe njerëzit mendojnë që unë po e bëj se jam empatik, unë e bëj sepse më dhimbset, etj, por në fakt ti nuk po ndihmon as tjetrin as veten. Sepse ti është si thuash, po e jep atë rrjedh në një lum që nuk është joti. Ti duhet shkosh drejt lumit tënd. Dhe këtë të tregon dizajni. Të thotë prit, se këto sinjale janë disbalanca. Këto sinjale janë balanca. Tani, kjo balanca e çon energjinë në lumin që ti rrjedh. Dhe je i suksesshëm. Dhe po tash mbesin këto ndihmat që i ke menduar thellë në shpirt, çfarë diskordance mund të na krijoj kjo për faktin se unë mund ta kem bindjen, dëshirën, përkushtimin, ti bëj ato që ti ndihmoj të tjerët, ti suportoj të tjerët, ku po harxhohet energjia, po ushtërrohet energjia, të heq dorë prej asaj? Ne nuk i ndihmojmë dot të tjerët, po nuk pa të ndihmu vetë. Me energji të shtërruar, Kjo është, këta e quajnë kufi të shëndetshëm. Dhe është një ndër tematikat më të mëdha që ndodh me njerëzit. Në fakt unë kam bërë një argument para ca ditësh dhe i kam pyetur komunitetin tim që kam dhe ju kam thënë: a mos vallë ju që keni vështirësi të vëni kufi të shëndetshëm, po bëni të njëjtën gjë me personat e tjerë si ata po ju a bëjnë juve. Sepse një ndër gjërat që vjen më thotë unë nuk arrit dot të vë kufi të shëndetshëm. Pse? Sepse ti po bën të njëjtën gjë me një person tjetër. Nëse unë jam marrë me kufit e mi, unë di të vendos kufi edhe ty. Pra është tek ai lumi, unë e hap burimin dhe unë e mbyll. E mira me të mirën? Pikërisht, dhe njerëzit trembën nga kjo. Sepse thotë nëse unë vë kufi, të i humbas njerëzit. Në fakt, ajo është shansi jotë më i mirë që ti të shikosh ata njerëz po qëndrojnë për ty aty për vlerat e tua, se të do me pastërti, apo është aty sepse ti po e mban peng, sepse ne po e mbajmë peng tjetrin kur ne po shtërrojmë energjinë duke i dhënë. Dhe prandaj është ajo që unë s'ndihmoj as vetin, s'ndihmoj as ty, se me një energji të shtërruar nuk bëjmë dot asgjë. Pjesë e trajtuar në aspektin teorik fantastike, Alvina Priska. Ti ke studiuar juridik, më pas një cikël psikologji dhe sot punon këtë manualin njerëzor dhe si hipnoterapiste. Kur vjen shprehje hipnoterapia? Hipnoterapia është fantastike dhe ajo që të doja t'ju thoja njerëzve, se shumë njerëz kanë frikë nga fjala hipnoz. Tremben dhe kanë frikë çfarë do ndodh aty, a do shputet shpirti nga trupi e të tjerë, por me statistika, as edhe një rast deri sot, në të gjitha studimet që janë bërë, shkencore, të thella, nuk ka akoma asnjë rast të studiuar, të deklaruar që ka ndodhur një gjë fatale. Pra, hipnoza është si të thuash je gjys në gjumë dhe gjys zgjuar. Pra, një pjesë e trurit ose
po fiks një pjesë e trurit, po dëgjon terapistin, dhe pjesa tjetër ka hyrë në subkonsciencë. Pra je aty, në çdo moment ti zgjohesh, në çdo moment ne jemi në trans, kalojmë në një trans që ne kalojmë çdo ditë të jetës tonë, çdo moment. Ti je duke i dhënë makinës, edhe jam e sigurt që shumë njerëz ju ka ndodhur, i kanë dhënë makinës, kanë shku deri te shtëpia dhe në një moment kur kanë arritur e kanë harruar edhe kthesa që kanë marrë. Aty ka hyrë në një trans. Por rrugën e ka bërë. Por rrugën e ka bërë. Kjo është subkonscienca ka udhëheqën? Pikrisht. Pra gjithçka është nuk humbet. Je aty, ti futesh në brendësinë tënde. Dhe kjo faktikisht është një pikë shumë e vështirë, sepse njerëzit thonë, po çfarë ti njoh vetes, unë e njoh veten tashmë. Dhe dizajni është manuali kryesor, baza që ti të njohësh energjinë, se si ti je krijuar energjetikisht. Por, do ta theksoj edhe këtë, dizajni nuk është gjithçka. Pra, nuk është se ti do vish dhe ta marrësh dizajnin dhe ti ke zgjidhur gjitha pyetjet e jetës tënde. Ai është një manual ndihmues, se ti mund bësh 50 hapa para me të, do është mrekulli. Se bën 10, prap është mrekulli. Se bën edhe 1, është prap mrekulli. Pra ti çdo herë do marrësh një informacion. Por, ti jemi të qartë. Pastaj kur merr informacionin, gjithçka është në dorën e personit. Kemi kaluar më njëherë në pjesën absolutisht profesionale, sepse më bëri edhe përshtypje, e kisha konceptuar pak më ndryshe se të flasim për jetën tënde. Po, vërtet, ky njeriu, ky XY, s'ka fare rëndësi, që drejtohet tek ju për manualin njerëzor, çfarë duhet të ofrojë në takimin tuaj të parë? Problemet më të mëdha që më vinë fakt janë në çift, në partneritet. Dhe jam shumë e lumtur në fakt që unë mund t'i ndihmoj ata. Dhe ndihem e mbushur plotësisht kur i shikoj që ata marrin kaq shumë përgjigje tek pyetjeve për partnerin. Thot, prandaj ai vepro ka kështu. Ose një koment që mund t'i bëj njëri tjetrit, ata e kuptojnë aty pse kjo ndodh. Pra kjo është që ne na vedisan se si e ti dhe si jam unë. Por 3 gjëra janë këtu, që njeriu duhet ta reflektoj me veten. Dhe një ndër pika që po ka kthehem pak pa dashje tek pyetja e parë, juridiku, psikologjia, human design dhe hipnoterapia, çfarë më lidhi mua me gjitha këto? Unë 3 gjëra lidh aty. Çfarë të lidhin? Bëje personin të ndihet i dëgjuar, të ndihet i shikuar dhe të ndihet i pranuar. Jepja një personi të 3 këto dhe ti e ke shëruar atë. Para se me artë të shërimi, mund t'i kultivojmë këto me një lloj edukimi të tillë, sikur që po bashkë bisedojmë, me një profesioniste, masën e gjerë, njerëzit, kur t'na dëgjojnë dhe themi, po pikërisht këto gjëra, hajde t'i japim fillimisht tek edukimi edhe familjar, mundësisht edhe ai shkollor do t'ishte shumë i rëndësishëm? Ai shkollor do ishte pastaj një kryevepër, sepse nëse do fillonte kjo gjë të fillonte si edukim që tek fëmijët të vegjël, kjo do ishte rritja e një brezi të jashtëzakonshëm. Nëse ata nuk do kishin, le themi, 100% të traumave, të paktën do t'i reduktonin 50%. Nëse janë 50%, e them me bindje të plotë se do shkoshim 20%. Pra do kishin gjithmonë edhe më pak. Sepse është një bazë që ti e kupton që fëmija yt, ne po fillojmë sepse ai është kryesori, fëmija yt ka ardhur me një energji të caktuar. Ka ardhur me ca dhunti, patjetër, dhe po t'i vëmë re, fëmijët janë më të ditur se ne. Ne jemi si kompjutri i vjetër, ata janë kompjutri i ri. Kompjutri i ri ka shumë aplikacione më të forta, si që dalin edhe iPhone-et nga njëri ke tjetri. Pra fëmijët janë më shpirtëror, janë më të tokëzuar. Ne i nxjerrim fëmijët në disbalans, pa dashje gjithmonë. Sigurisht se kjo asnjëri nuk e bën me dashje, pa dashje. Prandaj ata janë shembulli më i mirë që ne të na bëjë në radhë të parë të jemi pranues. Nëse nuk jemi pranues, ne nuk kalojmë do të hapi tjetër. Dikush ka procesuar, le të themi, ose ka provuar faljen.
Nëse ti ke falur dhe mendon që ti ke falur, po ti ne kemi pak një shprehje në fakt që mua nuk më bën sens. Unë ja kam falur, por nuk ja harroj kurrë. Domethënë, Ku ka mbet energjia? S'ka, ja kam falur, por nuk e harroj kurrë, ti nuk e ke falur, ti po gënjen veten që e ke falur. Sepse ti nuk e fal tjetrin se ta ka bërë tjetër, le të themi dëmin, por ti e fal për qetësinë tënde. Por iku dhe falja, ti do t'jesh pranues, sepse ne do t'jemi pranues të heci me rrjedhën, jo të shkojmë në kundërshtim me të. Dhe kjo po I lodh njerëzit sot. Në raportin ndërnjerëzor. Po, në gjithçka, në punë, në shkolla, të rit, ju fillon egoja, do ta bëj patjetër se e kam bërë. Prit, që gjithçka do vjen kohën e vet. Sot e ke ti kohën, nesër e kam unë. Hecim të gjithë një ritëm të ndryshëm. Unë jam gjenerator, ti je projektues. Do më thënë, nuk kemi nevojë në ata indukojmë tek fëmiu këtë qartësinë, këtë pastërtin njerëzore, shpirtërore, kështu që sjell krejt pozitivitet, po ma shumë kemi nevojë sikur ta frenojmë tek ne këtë negativitetin, ë? Patjetër. Me çfarë njerëzish punon zakonisht dhe cilat janë sfidat më të zakonshme që ata I sjellin para jush? Atëherë si sa është në qift, me fëmijët, është një problematik shumë e madhe me fëmijët, të cilët mamat janë në dilemë dhe në fakt vinë për fëmijët të tyre. Por unë ju sugjeroj dhe ju kam thënë, unë nuk shikoj për fëmijët pa ju parë herë si fillim ju, sepse ti nuk e ndihmon dot fëmin tënd nëse ti nuk e punuar me veten tënde. Ti e kombinon këtë sistem me hipnoterapin? Po. Kur ka nevojë? Gjithmonë, vetëm kur ka nevojë. Vetëm kur ka nevojë. Sepse unë nëpërmjet dizajnit dhe ajo që ka të bukur dizajnin, unë punoj me subkonsciencën e personit, duke parë ku ka pikat e tij më, le themi, më të forta, më të bllokuara. Ai mendon për shembull që nuk e bën X gjë, për një X arsye, thotë se unë kam bindje, kam frikë, por në fakt në dizajnin e tij nuk është ashtu. Dhe çfarë ndodh? Ai është rritur gjithë jetën me një bindje të cilët nuk ka qenë e vërtetë që ai njeri nuk ka qenë I prirur për ta bërë gjë, por ka menduar gjithë jetën se nuk e bën dot. Në këtë interkomunikim me njerëzit varësisht nga mosha, synoni absolutisht në takimet tuaja, në qendrën tuaj që e keni në Bruksel, Po. Edhe tani edhe në Tiranë. Shumë shpejt do vim edhe në Tiranë. Edhe shumë shpejt edhe në Tiranë. Po në Prishtinë? Edhe në Prishtinë. Edhe në Prishtinë. Ditë më të shpejta që do jenë në maj, që do jetë e para do jetë në Tiranë dhe direkt pas Tiranës do jemi në Prishtinë, që do ta sjell personalisht vetë që t'ju përcjell njerëzve praktikisht, jo teorikisht, sepse teorikisht sot kemi informacione pafund, njerëzit mund të hyjnë dhe ta klikojnë, të marrë informacione nga ka ardhur, nga e ka bazën, ku e ka akademin, kush e ka krijuar, e të tjerë, domethënë është shumë e lehtë. Teorikisht sot gjejmë gjithçka. Në perëndim është shumë I njohur ky sistem. Patjetër, në realitet. sepse kjo Duhet është një jetë edhe akademi. në Kosovë dhe në Shqipëri dhe në Kosovë dhe Kjo ka qenë e bukur. si mendon, cilat do të jenë metodat që të pretendon të jo vetëm të depërtosh, se ti je zgjidhja, më falni që besoj që jeni më re. Ju jeni zgjidhja e problemeve, përderisa absolutisht keni metodën tuaj profesionale, të perfeksionuar nëpër vite. Si mendoni, thjesht ta përhapni, ta bëni më të njohur për shqiptarët në përgjithësi? Po. Të doja e kam qëllim, por unë nuk dua thjesht ta bëj të njohur si sistem. Unë dua ta bëj pjesë të jetës së tyre, që ata ta vënë në praktik në përditshmërinë e tyre. Jo vetëm thjesht ju a jap si një informacion, ai është një informacion transformues. Pra dhe informacion, por të jetë edhe transformues. Jo thjesht të qëndroj aty. Ajo nëse qëndron aty, ajo pastaj thjesht merr pluhur dhe kalbet. Njerëzit du ta vënë në praktik. Dhe një ndër mesazhe që unë kam shumë dëshirë t'ju përcjell njerëzve, ndaloni se pari shumë larg, sepse e keni kaq afër atë që duhet bëni. Është këtu, është para syve. Dhe kjo I bllokon njerëzit. Po se në realitet do nuk mund të shkosh atje derisa nuk janë duke parë këtu. Dhe një ndër problematika që unë has gjithmonë, më thonë, kam ndjekur zhvillim personal për kaq vite, po nuk kam përmirësim. Pse? Sepse ai ulet aty dhe mediton dhe fantazon, por me mijëra kilometra larg, po prit, zgjidhi herë atë që ke përpara vetes. Largo barrierat që ke.
Po, sepse ti kur do shkosh atje, ti do shkosh me vedije. Nëse ti nuk shkon me vedije, atje ti po ecën kot si roboti. Prandaj ne duhet të vedisohemi, ta dim pse po e bëjmë X veprim apo tjetrin. Dhe ajo është lirimi. Kishe filluar juridikun këtu në Tiranë? Po. Pastaj kalove në psikologji. Ndodhi diçka në jetën tënde që fillove këtë rrugtim apo? Po, besoj është si është si ajo pika errë që mendoj çdo njeri e përball në jetën e vet. Por jam falëndëruese Zotit në fakt që kam qenë shumë eksploruese dhe në dy parimet që mua më kanë ndihmuar të dal nga ajo errësira apo e quaj kështu, është i pari është besimi, që unë e kam patur gjithmonë në mënyrë të verbër, kam besuar dhe nuk e kam vënë asnjëherë në dyshim besimin tim, edhe nëse mund të jem përballur me frikën, dhe guximi. Guximi e mbyt frikën, e mbyt ankthin, e mbyt depresionin. Mund të them diçka që mbase do jetë shumë qesharake dhe mbase edhe për ata që të më gjojnë do duket pak shumë e tepruar, por unë dëgjoj raste ku thonë, për shembull ankthi, nuk e bëj dot se kam frikë, më fal, nëse ti nuk e bën dot. Çfarë kuptimi ka jeta për ty kur ti je duke e mbytur veten çdo ditë, pa e provuar shansin, ti dil një herë aty. Se nëse është për të mbytur një herë e mirë, pse pa mbyt veten për ditë? Pra provoje, sepse aty është besimi i verbër. Frika nga gabimi, mungesa e guximit nga provimi, absolutisht, të provuarit, të sprovuarit. Pikërisht, dhe mua guximi më ka quar gjithmonë përpara, bashkë me besimin. Dhe kjo më ka bërë në një moment të jetës time, edhe pse isha në atë pikë, kërkoja. Në fakt kërkoja për diçka që asgjë nuk e dija çfarë kërkoja, edhe ishte kaq e bukur, por i hyra psikologjisë, sepse aty kuptova që thash, ndalu pak, ti ke këtë dhunti, ke këtë potencial, këtu je mirë në komunikim, i ke kuptuar gjithmonë sjelljet e njerëzve dhe thash, pse e kam quar veten deri këtu dëm në gjithë këto vite për një profesion që mbase nuk po më jepte më kënaqësi në fakt. Dhe nga psikologjia, ndërkohë kisha 3 vjet që praktikoja dizajnin, pra manualin njerëzor, ajo ishte si diçka që unë e praktikoja për të ndihmuar veten, dhe nga psikologjia unë u ktheva tek manuali, sepse ishte një bashkëpunim. Lexoja psikologjin, thelloja manualin dhe thash, prit, mund të bëj këtë që deri tani nuk e ka bërë asnjë përreth dhe t'ju asjell njerëzve në mënyrë sa më të thjeshtë. Manuali njerëzor mund të trajtohet si shkencë me veten? Po, është. Nëse njerëzit do ishin kurioz të dinin pak pse futet të dhëna shkencore, do ta nisim edhe nga kërkimet që janë bërë qoftë nga Big Bangu, qoftë nga shpërthimi supernovës, dhe ka astronomin dhe biokimin brenda, sepse ka 64 kode, të cilat lidhen me ADN-n ton, me kodonet e ADN-s ton, dhe ato janë 64 porta, 64 kodonet e ADN-s. Pra lidhen simbolikisht e para me ADN-n dhe kemi vërtetuar shkencërisht, kush e ka dëgjuar, që në shpërthimin e supernovës është vërtetuar që ne jetojmë në një fushë me neutrino, të cilat janë disa grimca që vinë dhe prodhohen nga dielli. Ato përhapen në hapësirë, vinë nga toka dhe dëpërtojnë edhe në trupin tonë. Dhe kjo është një lloj imprinti të cilën ne bëjmë lidhjen ku shkenca thot, ose kur thonë për ta mbajtur trupin mirë, dil në diell, vitamina D, sepse ato imprinte ushqehen dhe ato neutrino janë në trupin tonë dhe në kohën që ne dalim në diell, ato le themi zgjohen. Perimet ose gjëra që vijnë nga toka kanë përbërjen asaj neutrino. Pra këtu lidhet. Kjo është një shpjegim shumë i bukur në fakt, që njerëzit do ishte shumë bukur ta thellojnë edhe vetë po të duan, por është baza kryesore ku shpjegon anën shkencore të dizajnit. E ndjeni këtë më shumë si profesion apo mision, apo të dyja bashkë? Tani do thoja të dyja. Mision po, por unë
para 2 ditësh kam bërë një postim ku po ju thoja mos e ngatroni profesionin me misionin. Sepse vëre shumë njerëzin, kush është misioni im? Pyetja e parë që vjen. Kush është misioni im? Çfarë do bëj unë? Tani kush është misioni im dhe çfarë do bëj unë? Kalojmë nga një pyetje ke tjetra. Misioni është një dhe i vetmi për gjithë ne. E para të shpërndajmë dijen, po dije edhe dijen hyjnore, të shpërndajmë vlerat. Ky është një mision që do ta kemi gjithë. Profesioni është diçka që ne bëjmë si qëllim edhe për të mbijetuar dhe për të jetuar, që kush e ka fatin në fakt, e ka ndjekur atë profesion duke ndjekur prirjet e veta që në fëmijëri. Kush nuk e ka patur fatin fatkeqësisht, e ka bërë profesionin duke plotësuar pritshmëritë e të tjerëve. Por nëse një njeri e ndjek profesionin e vet duke dëgjuar prirje që ai ka bërë të dyja në të njëjtën kohë. Në të njëjtën kohë. Pra e ka sjell misionin e tij duke e vënë zbatim nëpërmjet profesionit. Se ne nuk do të bëjmë një mision dhe do largohemi nga profesioni. Ti mund ta bësh misionin tënd, unë këtu ku jam, tjetri në çdo lloj pozicion pune që je. Pra misioni bëhet në çdo lloj pune që ti je. Absolutisht. Por duhet vije nga shpirti, nga brendësia, që ti e bën atë gjë me pasion. Se kur është me pasion, kur është me dëshirë, na del nga loja egoja, na del nga loja konkurrimi dhe secili është unik në atë që bën. Cilat janë projektet që po ndërton aktualisht dhe çfarë mund të presim nga ty në vazhdim? Po, projekti më i afër që do vi është në maj, siç e përmenda edhe pak më përpara. Do vi me disa evente që do vi personalisht vetë dhe do jap bazën kryesore të manualit njerëzor, ku njerëzit do kuptojnë e para si janë vetë të ndërtuar, si të mbyllin kufit, po kufit e shëndetshëm, si të menaxhojnë emocionet, si të mos lejojnë të ndikohen nga mendimit e tjerëve, si të përballojnë frikën, depresionin, ankthin dhe të kuptojnë mbi gjitha se sa sëmundje fizike ju kanë ardhur pikërisht për kësaj gjëje dhe do kuptojnë partneritetin, pse njëri vepron kështu dhe tjetri kështu, dhe mbi gjitha do kuptojnë fëmijët e tyre që është gjëja më e shenjtë që kemi dhe t'i çojnë përpara me një frym totalisht tjetër, me frymën që ata kanë. Mos ja përzim kot pa dashje me tonën. Dhe mundësisht për vite, nëse duhet edhe shekuj, ky njeriu le të bëhet tamam humanus i vërtet. Çfarë? Pikërisht. Ata do na prinë neve. Kush kanë qenë suportuesit tuaj që të kanë ndihmuar në këtë drejtim edhe nuk të kanë penguar asnjëherë? Kjo ishte pyetje shumë e bukur. Bashorti im. Ka qenë i vetmi që e para më ka suportuar pa e ditur fare çfarë po bëj, pa e kuptuar asaj çfarë po bëj, sepse në fakt isha në një moment që as vetë nuk dija t'ja shpjegoja çfarë po bëja dhe jam me fat që ai ma ka lejuar ta bëj, as pa më pënguar, as pa më gjykuar, deri sa mu shpërblye në fakt në pikën ku unë punova energjetikisht duke u bazuar edhe te dizajni i tij. Por pa i vënë asgjë në duke që unë po e bëj në atë formë dhe sot është mbështetja ime më e madhe i cili më ndihmon me gjithçka. Në fëmijët janë sigurisht veç një plotësim më shumë, në aspektin fëmijët janë çështja mbitort dhe jeni nëna 3 fëmijëve. Po, kam 3 fëmijë, një vajzë dhe 2 djem. Albina, ishte kënaqësi që të kisha musafir. Na ke thënë gjëra të bukura dhe jo vetëm spektaklin tim, mendoj edhe para opinionit gjithë spektatorit, telespektatorit që na ndjek, sikur ke hap një dritare të re, shprese për jetën e mirë, e të lumtur dhe pozitive. Ju falenderoj juve pa mas dhe shpresoj të kem dëpërtuar sadopak dhe le të themi ta kem shuar kuriozitetin ose të kem dëpërtuar atë që unë realisht dua t'ju jap atyre. Do të dëgjohemi, do të rrim në kontakt dhe këtë manualin do ta hedhim te njëri tjetri, manualin njerëzor. Faleminderit, ishte kënaqësi. Faleminderit, gjithashtu.